më ngacmon e gruan rrug pa rrug. Ma jak I femrave. Thoshe që unë kam foto, kam video që kam shkuar me gruan tënde. Ja tregonte live ku ishte në kravatët me dashnore që ka grua sot. U shkoj beftopi, o ati do mua. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhën në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do shkojmë në Francë, unë do hap dritaren për një shqiptar emigrant prej vitesh në Francë, Artan Cako nga Berati, I cili ditën e sotme do denoncoj një shqiptar me emrin Sabah Grudaj, I cili vetëm përpara disa kohëve ka qenë në programin tim dhe tregoi një histori të dhimbshme që kishte humbur 2 fëmijët në shtetin francez pasi shkaku ishte ish bashortja e tij. Ndërkohë zoti Artan kërkon të hyjë sot në live sepse prej disa vitesh e kërkonte Sabahun dhe e ka gjetur në programin tim. Por pse kërkon ta denoncoj? Do të jetë ai që do na I tregojë të gjithë të histori, kështu që hap dritaren pasi Artani është duke më pritur. Artan, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni ju? Mirë. Më telefonove dhe kërkove që ti ishe me mua. Po, ju telefonova, kërkova që të bisedojmë me juve për një mision që e keni bërë juve me Sabah Grudaj. Po? Edhe gjithë historia e që I përket familjes Adite është komplet gënjeshtër si më ta them. Ju çfarë keni Sabahun? Unë Sabahun se kam asgjë. As më intereson pjesë e familjes Adite, kujton se çai ka ndodhur, po çka ka dëshmore I tek juve e tërë shumica e pjesë është gënjeshtër për Adite. Është ai se ka të petë dhe mua që gjepa ne po flasë, është ai që është dhënuesin atë shtëpi. Është ai që e ka dhënuar ish-nusën e vetë. Ju jeni familjar I ish-nuses apo? As familjari atit, as familjari nusës, po e nisa kujtona pjesa atit e pasaj të përfundoj të pjesa që që më lidhë mua me atë që. Artan, ju nuk keni lidhje as me Sabahun, I cili ka kërkuar 2 fëmijët që ka marrë shteti francez dhe akuzoi ish-gruan e tij, ju nuk keni lidhje as me ish-gruan, por për çfarë më morët mua dhe doni të jeni pjesë e një live-i për këtë histori? Shteti francez vërtet është që e ka marrë fëmijët atit, po nuk është shkaku se e ka marrë fëmijët për shkak grua, se grua ka shkare, ne këtë grua nuk ka shkare grua atit është shumë rregull. Po ju nuk jeni pjesë e familjes, nga I dini ju të gjitha këto? Po I di unë të gjitha këto, edhe mos tem që I di më mirë se ja, se si me ta shpjegoj ty këtë gjë, që kam kohë që e kërkoj atë njëri, edhe I falemnderoj emisionit që ma tregoi se çfarë vendi është tani që ndodhet Shqipëria nuk ndodhet në Francë. Se unë ndodhem në Francë. Ju jeni nga Franca, flisni live nga Franca. Po. Por çfarë lidhje ka? Pra ju keni kërkuar Sabahun dhe se keni gjetur dhe e keni parë kur ka qenë në live me Odetën. Po. Ai pra më ka shkatruar me familjet, ai person. Ka shkatruar familjen tuaj? Po, më ka shkatruar me familjet, me gruan time, me një person. Pse? Pse? Në 2020 më ka kthyer policia për në Shqipëri. Po? Kam nendur 9 muaj Shqipëri dhe jam detyruar që jam ardhur fsheras, ilegal ku thon te. Kam në një farë kohë prapë. Te jam kanë kap edhe mas dona 6 muaj me marroj ndalesa, ekspulsioni. Edhe që aty filloj dalaverja, si me ta shpjegoj ty ja. Ky I dilte më ngacmonte gruan rrug pa rrug. Po, pra ju po deklaroni se kur ti ke qenë në Shqipëri, ai të ka ngacmuar bashorten. Më ka ngacmuar gruan rrug pa rrug në autobus kudo që hipte se gruaja punonte në atë kohë në për shpirat e franceze kështu me firmën. Pastaj 2 orë atje, 1 orë këtej
cilja cakton e firma. Do me thënë, ti ishe në Shqipëri, gruaja ishte në Francë. Po, gruaja me 3 fëmijë ishte në Francë. Po? Edhe e gacmonte pse s'del tia në pi kafe me mua, pse nuk vjen ti të shkosh me mua. Unë e kam dashnore më të mirë aty, atë që kanë për grua sot, që e ka pas dashnore. Edhe gruas vetë, që ka pas fëmijët unë Francë, ja tregonte live ku ishte në kërvatët me dashnoren që ka grua sot. Ja tregonte live. E si të reagonte grua aty ku shikonte burrin e vet, ja tregonte live. Por ti kur vajte në Francë, këto gjëra ti tregoi gruaja dhe t'u ankua se ky person ky person përfundoi te kërcënimi që e kërcënoi, i thoshte mbi mua 300-400 euro që të lera hat tyja. I thoshte. Edhe këtë gjest nuk ka veç mua që kërkojnë këtë vend, ose e ka bërë disa persona që s'kam drejt me përmendim. Po kjo që nga e rënd. Edhe në atë periudhë në Shqipëri, që më ka bërë shantazh edhe mua me shumë adresa Facebooku që i kam të rojtu gjitha mesazhet me shkrim, edhe mesazhe me zë që kanë folur unë për Shqipëri me atë, Edhe kam dashur me bë denuncim në polici, Berati jam. Po agjenti policisë aty ku shkon, Berat më tha që të gjitha këto prova që po i jep ti, ne do të bëjmë telefoni që më i shko gjykatës në Tiranë. Edhe unë nuk e zgjata denuncimin për arsye se ai vetëm fakti u kam telefonin me flas me ty që i kam gjitha fakte për shembull që ai që më ka bërë shantazhe me anë telefoni. Por për çfarë të kërcënonte? Unë atë si figurë se kam njeh kur në jetë. Si fytyrë. Tani si mas të dhenave që tha që po i kërcënonte nuse më mbrapa tani, po më bëre mua denuncimin tim polici, unë kam të thërë tyja, fëmijët, i thoshte, nëse ti më denuncon mua në policinë për Francë, ata do më kapin, ata do më nisin, unë do vim prapë e do të gjejnë ty se ku je. Edhe denuncimin e i, edhe kthimin që e ka prej nusës time që është bërë, sa i është kap Luxemburg ka marrë policinë e Francës, edhe ka thirrë, unë kam qenë në nusën ku e ka thirrë, ka thënë që ajo ti filane, po, kaq. A vazhdon ti akoma ta marrësh denuncimin e për Sabah Grotën? Po vazhdoj. Patëm në orën, nuk s'më mend ora 15:00, që për aqitur këtu në këtë orë që vazhdosh denuncimin. Ai i qëndron ti denuncimin që ke bërë 2 herë, si ishte bërë 2 herë denuncimin ti. Po i qëndroj. Kaq kemi punë tyja, firmos tu që ti i përmbash fjalën si po thua, firmos i nusja, edhe iku. Që në atë kohë që është kap Sabahi në Luxemburg. Edhe që ka thyrë. Edhe i s'gudzon më këtu se ka denuncim, ai si të vinë këtuja, si të shifet, apo si të nuhasin shteti që ai është këtuja, atë drejt e ka me këtu. Edhe i shtohet prap qëndresa. Por ju më treguat i dashur Artan dhe më vika sinqerisht shumë keq që Sabahu e ka kërcënuar gruan tuaj, i ka kërkuar para, gruaja juaj i ka dërguar para? Gruaja ime e ka detyruar gjendën atë lloj prizme, është munduar që të bënte foto në për stacion autobusit me atë, kështu që të bënte shantazh që modifikonte, derisa ka rritur puna që me i kërkoi lek. Edhe gruaja ime bëri një rol me motrën e vet, që i tha po, hajt po ti na po lek. Kur del me dalë i farvendi që publik, edhe në ato momente që telefonon motrën e vet, nëse ime dhe i thot që thirrë policinë telefon ashtu se tjetri po vjen. Këtu funksionon ndryshe, nuk e di në Shqipëri. Që e thret motrën e vet që rri 400 km larg, i thot nuk del policia këtë qytet, del policia tjetër. I thot që telefononi policinë e Mecit. Po. I thoni. Dhe zoti ku i thon fati kalon makinë e policisë aty dhe i del para nusja, ja tregon në punë sekondash që ai person më kërcënon edhe kërkon të më vrasin, e të më gjuaj, edhe më ka bërë shantazhe për lek. I thënë zonj, a shikon ku ke rajonin? Po, hajde mas nesh, edhe hajde bëj denuncimin atje.
Po që nuk e keni personin ta, shuja, isha 30 metrë larg, shuja. S'kena ndër me kapi, thanë që hajde mas nesh sa jesë puton me të kapi, që jemi neve kuja. Por para Policia s'më morë. e qartë, para gruaja juaj nuk i ka dhënë. Po parat nuk i dha se që dhe policia në moment, aty edhe s'kishe për t'i dhënë para. I dashur Artan, ti ke patur mundësi të flasësh me Sabahun kur e mësove këtë ngjarje, se normalisht je lënduar kur ke mësuar që I kam gjithë të dhënët, nuk ka unë të telefonat, duhet me qenë shumë e gjatë me të sharu fillë për pe, edhe nuk jam këtu tani për të thënë këto dhafe, e të kërkoj paqe, unë paqe për mua s'kam atë. Se më ka prekur, më ka cënuar, më ka shkatëruar pjesën e jetës, inshallah është duket për veten e vete, se për mua nuk ka çfarë më zhduk, që lajm shkojnë ku dojnë, për mua, të zhduket për veten e vetë. Artan, unë e kuptoj që familja juaj është tronditur nga ky person që le të themi ju ka kërcënuar, por familja jote nuk është shkatëruar, ti je me gruan. Edhe alas që kam punë me gruan, për të çështje. Gruaja ime më ka bërë denancime në polici këtuja për shkak të atit. Po Se ka kërcënuar ai janë. Ktheu beja denancime atit, e jo mua se unë kam me të prejnë qafty me gjithë fëmijët. Në rrasë mua më gjenë gjena policie. Dhe tani gruaja jote të ka bërë ty denoncim? Po, unë kam qenë Shqipëri, kur mos e mua më ka bërë denancimin. Po tani kjo nuk shkon, për çfarë ta bëri denoncimin gruaja ty? Se ti ishe në mbrojtje të gruas. Por nuk shkon pra, ai më ka bërë shantazhe, më ka çon mesazhe, unë kam shkuar me gruan tënde, unë ka fjetë me gruan tënde, çfarë burri e ti e leger, ti e pler, unë gjithçka, unë jam me gruan tënde, shikoj vajzën tënde këtu, nuk e di se si e ka gjetur një foto të vajzës, dime që vajza ime ka qenë si më thënë te doktori familjes, si i themi ne. Po. Edhe ai thoshte që ka qenë në spital. Unë atë foto e kam verifikuar, ku kam marrë këtu, kam shkuar me fotot të doktori familjes, i kam parë kërvatat e pllakat që i ka pasur në mur, gjitha e verifikuar që ishin doktor familjes. Gjitha. Artan, që të flasim hapur. Më ka detyruar prej Shqipërisë. Që të flasim hapur. Më ka detyruar prej Shqipërisë. Kur ti ke qenë në Shqipëri, Falë se pre... po, kur ti ke qenë në Shqipëri, ke mësuar që gruaja juaj gacmosh nga ky person. Kur ti mbërrite në Francë dhe gruaja ta tregoi me detaje ngjarjen, çfarë ndodhi? Pse gruaja le të themi u vu kundër teje? Se nuk po e kuptoj qartë. Gruaja edhe 80% denancima bëri për frikës aty, edhe 20% me thënë drejtë e ka bërë prej nervozës se unë u bëra tepër nervoz, edhe nuk përshkojmë mima të tu be fjalë, tu be të bate shne që pundi arrin këtuja. Se kur i ka dalë para i që gjë për para, për me marrë paret edhe aty eri policia, edhe dikush tjetër e thirrën telefon, se shau, nuk mund me ta thënë, edhe i tha që thirri policin që, si me të thënë, që një fjalë, i tha i fjalë të keqe ku i thonë, thirri policin që, i bie që tjetë dikush në mes këtuja, si mas të dhena informacioni që ka marrë une, që gjoja pas ka paguar këtë me më shkatëron mua, familjen. I dashur Artan, dua të them gjithçka. Dhe po flas shumë hapur me ty, edhe unë jam grua. Tani, nëse dikush e ka gacmuar gruan tënde dhe gruaja juaj nuk ka patur asnjë lloj lidhje me atë person, ai sa do ta kërcënoi, nëse ajo nuk i ka dërguar foto, nuk i ka dërguar video, nuk ka qenë me atë, nuk ka ndarë shtratin me të, nuk duhet të ketë frikë. Jo, nuk ka pas lidhje me atë. Po pra, atëre, nuk ka pas lidhje me atë. Në momentin që s'ka pasur lidhje, pse duhet ketë frikë nga një person që mund jetë i çmendur? Majak i femrave. Që dukesh si gjunaf, me thënë me në kush nuk e njeh, më duket si gjunaf, ai gjithë atë emision e ka bërë por me shlyet veten publik. Jo se nuk e shlyen dot veten ai me ata persone që ju ka bërë keq. Me shlyet veten publik. Pse ju po më tregoni që te gazeteria, me shlyet veten gjuha te shteti. Ju po më tregoni që ky person ka gacmuar dhe ka kërcënuar edhe gra të tjera përveç gruas tënde? Të njëjtin rol si punë setimes, po punë lekësh, ja ka bërë dhe dikujt tjetër që është prej Shkodre,
Edhe dikuj tjetër s'pa e sa hiqës në është, se s'kam drejtë se i kam te qytet. Po mirë, çfarë ka ndodhur tani mes teje dhe gruas tënde? Ti u ktheve në Francë, çfarë ndodhi? Ka fillon sherët, debatet, gjitha, se nuk lash të vrym ku i thoni e njëri, pa pyete, pa lëvize, gjitha to, sa i më ka qorë foto, mesaje, gjera që unë kam shkuar këte, jam detyruar me Artan, të bëj një 5.000 euro me ardhë legal. Artan, bëj një pyetje fotot që ai të dërgonte. Çfarë foto ishin? E vetë me foto që ka nisë me vajzët, e tjerat janë mesaje, na për Facebook për shembull që jo me emër të saktë. Po pra, po. Po ka Facebook që për shembull që ai nuk të ka dërguar asgjë, që ti të kuptosh që gruaja të ka tradhtuar. Po, se në Shqipëri thoshe që unë kam foto, kam video që kam shkuar me gruan tënde. Por ai nuk t'i dërgoi asnjëherë këto foto dhe video. Edhe unë jam detyruar brenda 15 dite, kisha pas kisha me fol reale, ku i thonë njerë, ka paguar 5.000 euro rrugën i ka marrë për Francë. Se jam edhe në këto momente jam i ekspulс, nuk dalë. Ti je në mënyrë ilegale, kuptoj, në Francë, se je i pezulluar. Sa vite të kanë pezulluar nga vendet e Bashkimit Evropian? Po të Evropën janë akoma edhe një vit. Edhe një vit, e qartë. Po, dhe fshihesh aty, le të themi. Po. Edhe jam detyruar të vijem, edhe ku kam marrë këtu janë. Edhe e kam thirrë nusën që kam shkuar të apartamentin ku rrim, ne kam thënë çan këto punkte debatën e këtej apo. Edhe brenda 10 minuta ja kam gjetur numrin e telefonit. Me shojtin time, edhe kam thirrë, më mbrëma po, ti je sa bal? Po, unë jam. Thash unë jam Artan Cako i dash edhe hajde me qenë se burse kështu më tregon në telefon që unë jam ata burra që dal përballë ty ku ti je me nusën tia. Më thoshte, e ti kallzoj videot e fotot që s'kam faj. Këta janë të turpshëm. I thashë, tani imagjinoha si ku me thënë kush tani që hajde unë kam foto e video që kam shkuar me gruan tënde. E qartë. Qa ta bëj robi? Të kuptoj që i ndjerë keq. I thash, hajde thash, unë se Artani ka ardhur në Francë, thash, unë dhe hajde me tregu ato foto video, thash, unë edhe handall qoftë, thash, unë qoftë se i ke ato foto, edhe hajde me edhe ato 400 euro që e ke lidhë nusës time. Nuk duhe me atë ditë se kush je edhe me këteja, edhe nuk kam punë as me ty, as me nusën tënde, jo, i thash. Ke pun ti ka pun unë thash. Edhe preja asaj telefonate, asaj kam telefonuar, s'kam lënë vend pa e lyp. Dhe nuk e ke gjetur. Derisa e pe kur ai ishte në program. I dashur Artan. E shruajtur si shruajet unë apo gjithë kush na shteti se është ilegal. Tuja, e shruajtur. Unë s'kam lënë vend pa e lyp, pa dal, ku dalin shqiptarë, ku dalin turqit, gjithë. S'kam lënë vend pa e lyp. Por mes te dhe gruas ju jeni bashkë apo të ndarë tani? Bashkë jemi, po marrëdhënia si kena mirë, me thënë drejtën për këtë çështje, plus aty ku riguruar unë s'mund vetë dot, se e kam ndaluar, se si më shohin në shteti, se është në një qendër që rinë, si thonë, asilantët, ata që janë me letra, pa letra, se gruan e fëmijët i ka me letra. Pas denoncimit ajo ka vajtur në një qendër së bashku me vajzën. Po. Masi kam marrë, masi kam kryer gjitha këto punë, e kam çuar deri 10 metra para rajonit policisë, ka shkuar e ka heqë denoncimin. Por ndani një pak, Artan, të lutem, dua të më shpjegosh, në momentin që ajo të denoncoj, të njoftoj që do iki të denoncoj apo pa pritur e more vesh? Jo. Por kur e mësove që të denoncoj, fole me gruan tënde që pse e bëre këtë gjë? Kaloj debati më rënd me gruan e me njerëzit e me gjithë me njerëzit asajtë, familjarët asajtë, kaloj më rënd. Unë ishim Shqipëri. Ti xhelozove, le të themi, me situatën që të ndodhi dhe ushtrove dhunë psikologjike te gruaja. Me fjalë. Dhunë fizike ka pasur? Jo, dhunë fizike jo, me fjalë. U guxon këtu me dhunë fizike. Një mirë. Këtu
këto për shembull me folë shqiptarë që këto me qenë trimave këto umet ndaj fëmijë. Mimi, po nga eksperienca ime e di këtë gjë. Nga eksperienca ime shqiptarët u pyesin. Prandaj të pyeta, ka pasur dhunë fizike që ai të denoncoi? Në eksperienca jote shqiptarët nuk pyesin, është e vërtetë ai shqiptarët nuk pyesin, po ku do të japësh fundi diçka, ku i thonë që me palos në një dhe hes me mbyll pejt. I dashur Artan, çfarë ndodhi atë ditë që ajo vajti të denoncoi? Çfarë ndodhi unë isha në Shqipëri? Në Shqipëri kur e kështë bërë denoncikun. Po pra, por ti ke folur në telefon, jeni ofenduar, jeni sharë me njëri tjetrin, në nerva e sipër. Erdhën këta vend, si ta shpjegohem para, e të gjitha këtoja, ka qenë edhe 6 muaj që maronte ekspedicioni, më kapën shteti, më kthyen, erdha prap, në të vend këtuja. Artan, të lutem, më tërgo çfarë ndodhi që ta kuptoj i qartë. Ajo të denoncoi në polici se ju u zuta të ditë në telefon. Që të futesh e pak në temë, ku i thonë edhe se gruaja ime me gruaja ati të bënin mopete dhe fosin në parqet, në parqet ku nxinin fëmijët. Kanë qenë shoqe, gruaja juaj me gruan e Sabaut, me gruan e parë. Jo shoqe. Se takoheshin më shumë, janë ca ndihma që t'japin në çdo javë që merr ndihma ushqimore falas diku. Se ai zotnia se çante kryet hiç për familjen e vet, se ato pllaka ato sende që thotë Altik vajza e kishte përnatshme siç ke ti apo unë punën, për nata që dele vjedh. Vitën të vet, se kur i ditë punës se ka punë në këtë vend. E qartë. Po? Edhe si shkonde kështu aja shoqe tani na që i kishte i për të debate për sipër me ata ja. Edhe i kishte thënë njëra që apo ma gjeni burr mu martu, pse? Po ti e martu me. E marrë se kam burrun, se duha me dhe që po mberë moja. Sa ta janë të ndarë? Loja. Po, së ndarë janë. Loja këtu. Fillon këto, djas virat mes, ku i thonë. Tu ga të mua, ai tu ndje grune e vete, tu ga smokte, tu dalë kësaj në atër të pozime, tu be shantajë, tu be kërcënime, tu e kërkua për kafe, hajde ma paguajnë kafe, tu i thënë hajde, pse s'vjen thresh me mua, i thëshe mu se s'dime, ane këteja. E mas gjitha historistë, une hyrat dhënave komplet, ku i thonë një qyrë Shqipëria ane këteja, edhe gruaja vetë, mas i farkohe, e kërkonde që ta vriste burrin e vetë. Do thosh ti si e zbulove këtë gjë. E zbulove këtë gjë se dikush tjetër u fut në internet u lidh me gruan atit, i ka kallëzuar pjesë e trupit intime, si më ta them, që tërë trupin ta fal, veç mi gjej njëri që e mashtu burrin. Po mirë, ata burrë e grua kanë qenë kështu që bëni këto gjëra online, se s'po e kuptoj. Që a ka qenë deni dhe grua ta mem, se çfarë i bën gruas time me këto shantazhe, as ka qenë, po për mua ka qenë. I dashur Artan, mua më vjen keq që familja jote është shkatëruar. Ti kur erdhe në Francë, e takove dot gruan tënde? Po normale që takova. Çfarë komunikove? Normale takova. Normale takova, bile ku era në Francë, i kam shko të kravata. Zjoj, thash, kështu e pse. Komunikova me djalin, nuk i kallëzova gjë që po vijem. Po? Komunikova me djalin në telefon, djali ma ka lënë në hapë, e kam hyrë në te. Dhe çfarë të tha? Kështu u hapit, i shkova në orën 1:30 natës, u hapit, thash, ule që të thonë mjerë, kujtonë njerë dhe natën e dytë filloj debati i përsipër. Por pse e nise këtë debat? Ti dyshoje akoma se gruaja mund të kishte... Pse? Une tani me gjithë të... Si me ta shpjegoj dhe histori e gjatë, kujton? Me gjithë të debate, me gjithë të shantazhe, me gjithë të gjëra që nuk kishën pasur kur, kujton, ndryshime të gruaja, kujton, edhe arriti puna me ndryshot e gruaja edhe i vërtetova ato gjëra që s'ka pas gjë me atë njëri, po ai njëri e ka ngucë, kujton, ai njëri më çon në tepik. Për pjesën e denoncimit që atë bëri në polici, çfarë të tha? Kam bërë prej frikës atit, kështuja, më mirë tha, tu ktheva ty kundra, edhe tu ktheva ty kundra, më tha,
Edhe plus shumicën e pjesës për arsye se bëre shantazhe me fjalë edhe po ndihesh Afrikë edhe prej te më tha. Kështu ja. Po si të ndihesh ti thash frikë prej mua? E ke burrin e 3 fëmijëve, e ndish frikë prej mua e nuk patë frikë prej atij. Pa im kërcënoi se më tha që po më ktheu policia mua në Shqipëri, unë do vinë, do të gjej, do të pres ty në qafë me gjithë mirë. Në të ashti unë të pjesë e pata frikëve. Aktualisht që flasim, gruaja me 3 fëmijët është në qendër, ti e vetëm. Po. Takoheni? Takojme deri dje e ka ditur edhe asistente sociale e gjykatës, se i kanë pasur në mëkqyrje 2 vjet rresht fëmijët, gjithë gruan. Në asistente sociale e gjykatës. Se kjo ngjarje ka ndodhur përpara sa vitesh? Kjo ka filluar kjo histori në 2021 në mesin 2022. Dhe nga kjo kohë dhe deri më sot, ti në një farë mënyre nuk je ndarë ligjërisht me gruan, po ajo jeton me fëmijët, ti më vete. Ligjërisht nuk jam ndarë. Kemi ku i thonë të takohemi anë këtë para arsye të shtrisë që s'mund të rrim në një vend se unë si të shkojnë atje, shikojnë kamerat edhe veç mbiemrin me i përmendë këtyre mbiemrin tim edhe. Po çfarë keni menduar? Kështu do jetoni? Se vita keq që shkatëruar. Ku erdha e dytë këtu ja, mas një viti që erdha e dytë, e hoqja ekspulsin, jam detyruar më u kthye fsheras për Shqipëri që me hyrje ligjërisht. Sa kam marrë këtu ja, kam lënë 26 ditë, hyjem një qetë, shku fsheras aty ku rindenuse, po hyjem një qetë pa vranë mendje se më ka policia. Po, e qartë. Edhe tani denacimin nuse e kështë hequr, gjitha po këte punën e denacimin nuk e falte policia dhe gjykata. Për shkak se këta këshin bërë shumë kërkime se këshin arritu do të me më kapë. Në shumë kërkimeve që këshin bërë. Edhe tani roja i të më sigurit i thonë teja i kështë parë kamerat, edhe që unë hyje me tilë në atë rend, edhe i kështë thirrë policinë i kështë që filani e shka vjene ka ikën. Unë ato me dhe pa murë sa cingari i bëjmë shukat si i mushën cingaret edhe vjetë dali thotë, o bathe, policia për jashtë ataj. I thashun, sa janë a bishë dhe i këshëm duke qeshë, sa janë? 5 makina ataj. I thashun, si që ka shprej hajtë për hajtë qoftë, thashun, sa në jem dali jashtë, unë dalë në aporta e Amerikenë, të t'jona shkallë delte, veç ku më quajnë me arëm edhe me qenë edhe me gas të cilës, më rëthojnë. Edhe qa keni mërë tash, ose shka më kriminell tash, edhe qyre ku ke pashaportën, qyre ku ke letëm në prefekti prefekturës, që aji e këtë lësho letëm prefekti prefekturës që ma kështë heqër i ekspulsionin, në prefekti Italis, i Gjermanis, i Italis, dhe i Greqis, i kishën të 5 të shteteve, me vete. Shikoj e vullën se ku ka mërë, shikoj Andrejën se ku rri, ka marrë të me takon grona, fëmita dhe ikin të Andrejësa se ku fle. Ja. Në regull, të janë. Folin telefon, policia, edhe i thënë, po a i eshtë. Më qonë brenda, apë mendojnë se po të kapim, thënë. Po të thashë në shtetit kapë, mërë të kapë, gjithë shkapë, që kanë bërë unë. Unë e di si jam krejtë regull. Denancime që i kanë pasur, mi ka bërë grua ekonomi ka heqë. Ja. Të marë majtën brenda, një muaj, masi muaj më këtëm prapë, më futa dhe 3 vjeçarin tjetër, që jam tashti. Herë e tretë. Dhe sot prap je në mënyrë ilegale dhe je aty në Francë. Po. Mua më vjen shumë jam i detyruar, kush e do familje, jam i detyruar me lejnë atë familjes. Por tani çështja ka kaluar në gjykat, le të themi. Çështja ka kaluar në gjykat, kur bëhet denancimi, edhe nuk mire masa, më ka personi pa kaluar në gjykat, apo nuk mire masa më treq, pa kaluar në gjykat, tani ku kalon çështja në gjykat, denancimi ti shko triqe sa duash denancimin, pa kaluar personin në gjykat, nuk mund triqet. E kuptoj. Pastaj masu ka pa kalon në gjykat. Por gruaja çfarë thotë? Se ajo nëse të do kthehet se këty. Nuk rri më të shërbimi social.
Po s'kena vend ku me nejtë. Nuk i japim banesë nusës time, që atje ku është, ka 2 lëma të vogla, i pagon 300 euro muaj sociale, banesë sociale, i pagon 300 euro muaj, nuk i japim apartament, se është interesant me këta, na bjerti divorcin neve, që ne t'japim apartament, t'japim shpitu ja. Po nëse gruaja thot, unë nuk dua ta bëj divorcin, dhe dua të rikthehem sërish tek burri im. Nuk mund ne me dhenë ty apartament pa për divorcin. Sepse unë e kuptoj, ajo ndoshta bën sakrificë. Ajo ndoshta bën sakrificë se do të përfitoj letrat për fëmijët, për të ardhmën e fëmijëve. Po jo, s'ka lidhje nëse me letra është se ka ardhur 2-3 herë në Shqipëri me gjithë fëmijët. Po pra, po nëse ajo është me letra, nuk mund ta detyroj dot shteti francez divorcohu ti t'jap një shtëpi. Sa ajo mund të punojë dhe mund të marrë një shtëpi me qira. Unë jam i aftë me izvjet të gjera, po s'kam se besi kam duart e kam të lidhura prej shtetit. E qartë. Nuk ka ligj ty me të nda prej familjes, prej gruas. Artan, unë e kuptoj qartë, por një njëri që e do familjen, e lë dhe Francën, kthehet në Berat. Se ju e pas keni shkatruar familjen. Ti më vete, nëna me fëmijët më vete, ndërkohë që... Komplet. Se ku më kanë ardhur për mua, jo këtu që i thëmë shqiptarë që e kujton këtu, edhe këtu. Po më kanë shku ati ku s'me me, jo me lën Francë, jam i po a me lën vetëm, e unë po s'me lën familja. Por gruaja çfarë të thotë? Po s'mune me lën se kena prej 2014 kuja. Kena 11 vjetë. 11 vjetë në të qytet, 11 vjetë Francë. Po çfarë mendoni të bëni, do prisni? Me zi që arriti dita ku i thonë njerë që me gjithë vojtë, e pse po vojnë vetë nuk e kam problem fare, lërë të vojnë, ku i thonë njerë. E sikur të më heqin fare në kjo dynja, se ka problem hiq, ka rëndësi që rahatoha fëmit edhe gruën që janë me letra. Mos më këthe në atë vend që s'ka së lojtash në plus nga të rezave. I dashur Artan, në gjithë histori që dëgjova, sinqerisht më vjen keq që personi Sabahu ka ndryrë në familjen tuaj dhe familja juaj u shkatërua. E mendon që ndoshta ke qenë ti gabimi më i madh, gruaja juaj e pafajshme u përball me një të sëmur psiqik që e kërcënonte dhe e ndiqte, dhe ti nga xhelozia e teprove aq shumë sa u shkatërua familja. Tani pse kjo shqera mune fajtori, kur atë person mu se kam jof kur, a se kam pas as në herë që a ka sa ba, a nuk ka sa ba. Jo, fajtori në marrëdhënien tënde me gruan. Që lidhje atë person me dhe me ka thënë gruan time. Kush e nga që person? Ose kush është tjetër mas këpit që gjoja se kam dalë fjallë që sikur e kam paguar atë eja, me më shkatron mu familje. Gjithsesi, unë dua të them diçka Artan, njerëz që janë manjak pas faqeve të ndryshme online, që kërcënojnë, që shkruajnë ka plot. Nëse ti nuk e vërtetuar asgjë, gruaja juaj është e pafajshme, situatat e tensionit që ke ngritur në familje sollën shkatërimin e familjes. Prandaj të pyeta, e mendon që ndoshta gabove ti? Pavarësisht se dhe ti në një farë mënyre u përballe me një situatë që është e rëndë. Defekti im ka qenë vetëm këtu, kaq. Do të kishim dërgoj një zgjuarësi tjetër ku i thonë njerë me spërthim më mirë e me zbërlu ku i thonë që a është e vërtet, as është e vërtet. Shkaktarja për shembull që unë arrit edhe një gjendje më të rëndë me familjen time, është vetëm depresioni që më ka lënë një kokë edhe sot të gjë. Depresioni ku i thonë njerë, se nuk ka pas ndryshim kur të gruaja në shkofsh edhe në Amerikë se ka pas ndryshim se me rëndë vetëm. Po pra, prandaj ta thash dhe unë këtë gjë që ndoshta Ky person shumë gjëra më ka thënë, shumë mashtrime, shantazhe, asnjë gjë nuk më ka vërtetuar të saktë. Ai po kujton shkatroi që nuk ja fal dot në tejo. Unë shkoj gjalla ku doj. Por jam i sigurt që Sabahu do na ndjeki. Nuk është e zorshme, për ta që mora vesh se ku është, nuk është e zorshme as me ma nxjerr njerëz të tjerë në kamër. Për mua. Jo, ti duhet ta denoncosh policinë dhe lërja institucioneve, nuk është nevoja ta zgjidhësh ti problemin. Se prandaj janë institucionet ata. Nuk është e zorshme, ne do të them që nuk jam këtu
që të mballafaqosh ti mua me ateja e kërkoj një rrugë zgjidhje apo një rregullim. Që nuk do Jo, e qartë të kuptoj, por ka i solucione ku ti drejtohesh dhe ta denoncosh, sepse e kuptoj që je i irrituar dhe je prekur nga i person. Nuk ka si të marrë e solucione mua zemën këtu ja, që më falendoj i thellë. Por vetë gjyqësi nuk do bësh. Që? Sepse do gabosh. Ligji, jam dakord me atë, ligji thotë duhet me vepru kështu, ne këte nuk jam kundra, po me ligjin shqiptar në familjen time jam unë. Jo, Artan, të lutem, Artan, mos e exagjero. Kushdo qoftë, do ta mbroj familjen time, ku i thon deri në pikë fundit. Absolutisht, dhe unë të uroj bashkim sa më të shpejt me gruan dhe fëmijët, por të lutem, logjiko ftohtë dhe gjërat lërja i solucioneve, mos vepro ti, do gabosh rënd. Institucionet e të thashë pak para ku desha unë me denoncu, më thaj që do të me lën telefonin nuk e lash, edhe ngeli denoncimin për gjysmë në Shqipëri. Po pra, po. Nuk e lash, ishe i vetmi fakt që unë kishem telefoni që kam për flas tani me juve, e vetëm fakt që kam mesazhet gjitha që më ka shkruajtur. E qartë, por ka plot forma, ti shkon bën denoncimin, ato letra i fotokopjon, i dorëzon në polici, nuk është nevojë të lësh telefonin tënd. Jam bërë shumë telefonata me njerëz tjerë, shumë telefonata për me dalë i ka thënë, hajde, ato vish punë sot ani këteja, s'ka ardhur në punë, gjojnë, për punë. Dashur Artan, po në këto momente që flasim, e shqetëson gruan tënde? Apo gjithçka ka mbaruar? Po tani, kur e kam zbuluar gjithçka unë, ku i thonë të vërtetën, i thonë që në ai moment, aty priti që ndodhi këto gjëra, e deri më sot ku i thonë, ja kalova psikologut, kam psikologjuar ku i thonë një kësaj pune, nuk kam çfarë me zbuluar me. Jo të zbulosh, a shqetëson më gruan tënde, Sabahu? Jo. Nuk e shqetëson më, e qartë. Nëse Sabahu do të ndiqte, sepse ti nuk e ke takuar asnjëherë vetë personalisht, nuk e folur asnjëherë, një herë ke folur me të, çfarë do i thuash ti Sabahut? Jo, s'mundem me fjalë pisa nuk më lejon se për moja pa punës. Edhe po s'mundem unë se çfarë ashtu ja. Si ta hasi rruga me mua, ku i thonë rastësisht, apo qëllimisht, ku i thonë malokshë, ku i thonë apo malsorse, ku shkoj beftopi, o ati do mua, se fjallë s'ka. Nuk do doja këtë mesazh, realisht. Gjithsesi, unë si një grua, edhe në emër të gruas tënde, edhe atyre grave... Nuk ndrejqet karakterin me. Jo, Artan, të lutem, më lejo t'ja dhe unë një mesazh si grua, sepse dhe unë jam grua, si që është nëna e fëmijëve të tu, në emër të gruas tënde, në emër të gjitha atyre grave që janë kërcënuar nga Sabahu, ai i ka le të themi i ka kërcënuar duke i kërkuar para, ju ka shkatruar familje siç ka ndodhur me familjen tënde. Unë i bëj thirrje Sabahut, i cili është takuar me mua personalisht, më njeh shumë mirë, ka qenë në programin tim, ti vi tur për të gjitha ato gjëra që ka bërë. Dhe çdo grua që mund të ndodhet në situata të tilla, mos të heshti, të denoncoj. Këta njerëz duhet të jenë në burg. Se çka ka deklaruar ai në emision, se telefonin tjetër këtu para kam, edhe që ka të edhur emision. Të jetë e njëri hajke që ardhës kaj, si menon tia, nuk do ishtë që e person të bënë të gjera. Ai thjesht si pune ati të gjarëpi që eshin ngrire, ku shkrinë në pickon. I dashur Artan, unë të falenderoj që e denoncove. I ka 80% gënjeshtra, mashtrime, istifikime ato që ka ashtu. Mos qenë që kështu ja, mund të jap me film të i hadem shumë burkëm më satush. E qartë. Ka tërë mashtrimi istifikime, po me grapos, akon më thellë ata ish grua, me la me njoll të madhe të thellë. I dashur Artan, unë sinqerisht të falenderoj që ti denoncove, e ngrite zërin dhe uroj me zemër të bashkohesh sa më shpejt me familjen tënde. Ai është me ligj ku i thonë, dash në shtetet shqiptare, dash tu
Është një person që ai duhet me vujt diçka të paktën me dënim. Po pra, këta njerëz duhet jenë pasekurave, absolutisht, absolutisht. Gjithsesi, do mbetemi në kontakt dhe të përshëndes. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu të live-eve të mia. Mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro. Dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër me një tjetër histori. Mirupafshim.